Promovimi I librit të Aga Pollonit, nderim viktimave të masakrës së Stagovës. Konsullata e Përgjithshme e Republikës Kosovës në New York organizoi një mbrëmje diplomacisë publike kushtuar promovimit të romanit shkrimtarit nga Kosova Aga Polloni, Glimmer of Hope, Glimmer of Flame, një fije shprese, një fije shkrepse. Aktiviteti shërbeu njëkohësisht si omazh për viktimat e masakrës së Stagovës së Kaçanikut, ku vranë 13 civil shqiptar me 21 maj 99 nga forcat serbe, në mesin e të cilëve ishte dhe agja I autorit. Romani u botuar fillimisht në Kosovë në vitin 2020, më pas në anglisht është një roman dokumentar që rrëfen tragjedinë e dy nënave shqiptare, Ferdonijes dhe Pashkës. Ferdonia vazhdon të shtrojë tuezën çdo ditë për katër djemt të zhdukur, ndërsa Pashka zgjodhi vetvrasjen me djegje pas kthimit të heshtrave të fëmijëve të saj. Libri ndërthur dëshmi reale dhe reflektime letrare duke krahasuar shpesh me një tragjedi greke klasike. Ambasadori Bleri Mreka, konsulli I përgjithshëm, rikujtoi masakrën e Stagovës si një përpjekje e genocidit serb. Në praninë të një audience të zgjedhur përfshi profesor doktor Lori Fister Damrosh, ish-presidente e Shoqatës Amerikane të Drejtës Ndërkombëtare, profesor në Columbia University, student nga Columbia dhe Harvard, drejtori I institucioneve kulturore bashkëtar. Për librin foli profesori I njohur lehtësisë krahasuese David Damrosh. Ai vlerësoi cilësitë letrare të veprës. Autori Aga Polloni lexoi fragmente nga libri I tij.